Fundjava ka qenë ngjeshur me aktivitete sportive në Vlorë. Klubi Shumë Sportësh Flamurtari ka organizuar disa aktivitete në kuadër të kampionateve respektive. Vajzat e basketbollit të femrave kanë fituar me rezultatin 83-66 kundrejt Vllaznisë. Takimi i shkruar në Pallatin e Sportit Flamurtari këtë fundjavë, ndërsa pamjet që po ndiqnin në ekran sjellin momente nga kjo ndeshje, e cila ishte një takim me rivalitet të fortë, por gjithashtu duke treguar se Flamurtari është pretendenti kryesor për të shpallur kampion. Periudha e parë përfundoi me rezultatin 23-17, periudha e dytë 20-15, periudha e tretë 20-17 dhe periudha e katërt 20-17 në barazim këto dy perioda të fundit. Krejt ndeshja u mbyll me rezultatin 83-66, ndërkaq që vlen të theksohet se pas fitimit të trofeut të Ligës Unike në basketboll për femra vetëm pak ditë më parë, pikërisht këtë javë, Flamurtari duket se është në rrugën e duhur dhe në rrugë të mbar, edhe sa i përket kampionatit, ku mbetet gjithsesi objektivi kryesor. Gjithashtu në Pallatin e Sportit Flamurtari në Vlorë janë luajtur edhe ndeshjet në basketboll për meshkuj. Flamurtari ka pritur skuadrën e Elbasanit. Edhe ekipi i Flamurtarit në basketboll për meshkuj ka patur interesim nga ana e sportdashësve që e kanë ndjekur, ndërsa ekipi i Flamurtarit në basketboll për meshkuj i përbër kështu edhe nga element të rinj vlonjat pretendon që të jetë në të ardhmen një prej skuadrave që do të vijojë historinë e ndritur të basketbollit në Vlorë.